Melania Trump ka ndarë disa detaje interesante mbi rutinën e mbrëmjes së bashkëshortit të saj Donald Trump, gjatë periudhës që ai ishte në krye të Shtëpisë së Bardhë. Presidenti amerikan ka pohuar disa herë se flinte vetëm 4 deri në 5 orë në natë, një ritual i zakonshëm për shumë lider të fuqishëm. Megjithatë, Melania ka zbuluar se Trump nuk kishte një rutinë gjumi të zakonshme. Në një intervistë vitit të kaluar në The Five në Fox News, Melania tregoi se Trump nuk flinte shumë, duke shtuar me humor, por sigurisht ai fle. Ajo e shmangu pyetjen nëse Trump vesh pijama dhe duke qeshur tha, jo. Gjithashtu, gazetarja e CNN-it Kaitlan Collins ka folur për zakonet e çrregullta të gjumit të presidentit, duke e cilësuar si një nga pjesët më të lodhshme të udhëtimeve me Trump. Në një intervistë për podcastin Trading Secrets, Collins rrëfeu se Trump nuk flinte pothuajse fare gjatë fluturimeve, duke shtuar se ai shpesh zgjonte anëtarët e stafit në mes të natës për të diskutuar për takimet e ardhshme ose për reagimet ndaj lajmeve. Përgatitjet për fluturimet gjatë udhëtimeve të gjata nuk ishin të lehta, pasi Trump gjithmonë kërkonte dikë për të biseduar, madje duke kërkuar që të zgjonte edhe ata që mund të ishin duke fjetur. Kjo tregon një tjetër aspekt të natyrës së tij të padurueshme edhe gjatë orëve të vona të natës.